në bulevardin dëshmor të Kombit, ku do të vijojmë me një tjetër temë. Prej disa ditësh, le të themi 5 apo 6 ditësh, Juglindja është paralizuar për shkak të shumjes masive të rrugës në Librazh. Rëshqitja ka marrë përpara edhe këtë trasen që sapo është bërë për korridorin e 8. Dhe puna, domethënë, kam përshtypjen që kanë ndaluar. Situata në aksin Librazh-Progrades është përkeqësuar për shkak të rëshqitjeve tokës në zonën Arat e Gurës, kështu thuhet, duke nxjerrë rrugën jashtë funksionit. Faktorët kryesorë përmenden si rreshjet e shumta, përbërja e tokës dhe erozionin në zonë. Flasim gjithmonë për rrugën Librazh-Prenjas. Ndërkohë, pikërisht për të folur për të, për në informacione për të marrë vesh çka ka ndodhur. Pse është situata e tillë, kemi ftuar zotin Gzim Noni, i cili është përgjegjës sektorit menaxhimit të kontratave në autoritetin rrugor. I dashur, mirëmëngjes. Mirëmëngjes, domethënë është një poshtjellim i madh. S'po them për njerëzit që janë bllokuar, domethënë në ato të javën e kaluar, ke parasysh që s'po marrin vesh çka ka ndodhur, por që më tepër se kaq që janë lloj informacionesh, duke nisur që nga përbërja e tokës, jo po si kanë bërë punën të mirë, jo po shiu, madje domethënë kam lexuar që edhe kanë komplet ato skorjet, çka janë këto mbetjet radioaktive i kanë fut aty etj. Pra, çfarë s'ka? Çfarë nuk ka? Domethënë ju besoj keni dëgjuar edhe më shumë. Kjo që ka gjetja më e fundit, kjo që sapo thatë. Ka ditë kjo, që kjo skorjeve. Po. Që ka interesante. Sepse kështu si është ndodhur, se kështu i kanë bërë ca aty në Sicili, ke parasysh që bëjnë këto lidhjet. Domethënë çfarë nuk ka. Tani tamam. Pyetja që është më e modës është kjo. Ore, pse s'ka ndodhur përpara kjo, po ndodh tani? Edhe këtë besoj keni dëgjuar. Sigurisht që po. Unë e them me shaka, po unë para shumë vjetësh kam qenë 20 vjeç, po sot jam. Po normal. Kështu që edhe kjo e njëjta gjë është me kalimin e kohës. Ka degraduar, ka qenë për shumë vite në një ekuilibër, i themi, në normal. Që shfaqte problemet lehta apo jo të agravuara, kurse erdhi momenti që kjo gjë. Nga pikpamja, le të flasim nga pikpamja inxhinierike. Cilët janë këto shkaqet kryesore, faktorë që shkojnë në këtë lloj rrëshqitje masive? Unë do përpiqem të sqaroj shkurtimisht, thjesht për të kuptuar zërat dhe mendjet e arsyeshme, sepse pjesën tjetër ne nuk e menaxhojmë dot. Po. Shfrenimi është i paparë në këtë drejtim, por gjithsesi, përtej kësaj, atje thjesht ka qenë një rrëshqitje e vjetër që ka qenë evidentuar prej vitesh. A ka qenë? Ka qenë. Ajo ka qenë prezent në rrugë, ai që ishte pak i vëmendshëm e vinte re këtë gjë. Po të shikoj ato rrjetat që jo, ato janë të reja, ato është tjetër gjë, ajo është gjurma e re. Në këtë po flasim për ekzistuesen që psoi shembje. Ajo është e gjithë ajo zonë, është një zonë që shfaq problemet her pas hershme, jo më larg se para disa ditëve ne kemi pasur një rrëshqitje më përpara, e cila u ndërhyj më një herë për të ku bllokua trafiku dhe atje për gjatë natës për të ndërhyrë për të eliminuar rrezikun. Po ka qenë një fundjavë para. Po. E ke parasysh lajmi bëjnë fundjavë kanë që ka shumë lëvizje. Sigurisht sa atëherë preken më shumë njerëzit. Normal. Kështu që është në ato momente që ne kemi qenë për atë emergjencën që përfshin një fshat pak më lart, edhe ajo quhet Ligata e Bicit. Paka shumë ka diçka të ngjashme dhe atje, por është i larg trupit të rrugës ekzistuese. Në këto kushte u evidentua edhe kjo si rrëshqitje në trupin e rrugës dhe u mendua që bashkë me atë si emergjencë të ndërhyet edhe kjo. Dhe po merrni masat e nevojshme për ta normalizuar, për ta sistemuar. Kur dak ndodhi kjo tjetra? Kjo e përshpejtoi aktivitetin e saj, tash që përshpejtimi i këtij aktiviteti është fare i kuptueshëm se situata meteorologjike krejt e paqëndrueshme dhe me një intensitet vazhdueshëm më të lartë prej disa kohësh, për rreth 4 muajsh kjo gjë. Kështu që evidente kjo gjë u bë pothuajse ditën e fundit që kanë qenë shirat masiv, ku ajo kishte marrë si pozicion për rrëshqitje. Dhe nga te ngopja kuptohet që e keni dëgjuar shpesh këtë gjë. Pra, sipas monitorimit kjo ishte e pritshme, sot nesër do ndodhi kjo. Që do ndodhte në këtë deri në bllokim të rrugës, jo, nuk ishte e parashikuar, por që kishte një problem aty, kjo dihej dhe po merrni masa për të bërë ndërhyrjen, por ajo ka agravuar me një shpejtësi të pallogaritur dhe jemi në këtë situatë. Domethënë, në kjo situatë që ne jemi tani ka ndaluar
apo presim Po është frenuar apo kjo situatë. s'ka mo, nuk presim më. Po, kjo situatë është frenuar. Ne këtë frenim e kemi shpresuar që ditët e para minimalisht për të mos bllokuar trafikun, se kjo ka qenë një problem shumë i madh vendimarrje, nuk ka qenë kaq e thjeshtë sa e mendojmë tani ne që ka ndodhur, por para se të merret. Po është vështirë për vendimarrje, domethënë, sepse nga që duhet bërë analiza, duhet kontrolle gjëra. Jo, vendimarrje për të bllokuar trafikun, po thënë, kurse vendimarrja për të vazhduar më tej procesin se si do zgjidhet aty, normal që duhen bërë disa ndërhyrje. Ka punë. Po ka pak punë, po jo pafund punë, po ka pak punë derisa dilen në vendimin e duhur, se kjo është problemi, që të mos bëjmë të përsërisim një gabim sa atëherë do ishte diçka fatale. E qartë. Tani kurioze, çfarë analizash teknike duhet kryen para se të ndërtohet një rrugë? Le të themi në rastin konkret provizore, në një zonë me një rrëshitje që ju thoni është frenuar, po le ta themi ajo quhet aktive akoma. Jo, si rrëshitje ajo është aktive, por ka stopuar për shkak të kohës që ka hapur, është, si më thënë, terreni është parë. Me ra prapëshi si dihet. Jo, mendoj që nuk do jetë aktive kështu siç ishte, se dëmin që kishte e bëri, tani ka filluar me lehtësimin e pjesës që ka rrëshqitur, pra të ngarkesës që merr pjesa që rrëshqet, dhe ndoshta do të kemi stabilizim të saj. Edhe me ndërhyrje që do bëhen, kjo gjë besoj që... Po kështu do zgjidhem me kështu bypassa, devijim, rruga, prita, drenazhime, ç'a do bëhet domethënë? Tani problemi i madh ka qenë bllokimi i trafikut. Kështu që në këto kushte, kjo ka qenë pjesë e vendimarrjes që ka qenë shumë e rëndësishme. Kemi zbritur në shtratin e Lumit dhe paralel me linjën hekurëllore, duke shfrytzuar edhe një pjesë të saj thjesht për të dhënë një dorë kohës shpejtësisë, si më thënë, po për momentin do të organizohet një rrugë e re aty që do të bëj lidhjen e dy pjesëve. E marr vesh. Tani ka ndonjë rol këto sondat e shpimit dhe monitorimin gjeoteknik në përcaktimin e stabilitetit të terrenit? Sigurisht. Për shembull sot që flasim ne lart, sepse janë dy probleme. Njëri problem është që të bëhet efektiv rrugat, të hapet trafiku. Të lirojmë çik lëvizjen njerëz. E para gjë dhe pjesa tjetër që do pak është në zhvillim e sipër dhe do kohën e vet, është që të bëhet studimi i duhur aty ku është rruga ku ishte ekzistuesja dhe ku do pak më lart ku do zhvillohet e reja, me qëllim që të kuptoj... E reja do bëhet më lart? Është pak më lart, gjitur me të pak më lart, për të kuptuar më mirë se si është situata e nën tokës dhe për të dalë në konkluzione të sakta, për të mos bërë në një, po them, në një gabim që... Ore kot, se të bëhen nga një tilla raste bëjmë që po marrim vesh gjithë. A mund të ndikuar afërsia me lumin dhe erozioni në destabilizimin e rrugës? Gjithë ju duket çudi kjo gjë, po ajo fillesat aty ka. Që do të thënë, dikura ka qenë me pemë, me kështu me gjëna? Po ti referohesh Google Mapsit, do të kuptohet fare qartë, do të thënë minimalisht edhe ata që marrin përsipër interpretimin. Po pra. Dikur vija hekurëllore me shtratin e Lumit ka qenë mbi 40 metra. Në vitin 2023 kjo gjë ka qenë 17 metra, kjo distancë, dhe tani që po flasim është futur, ka marrë dhe trupin e hekurullës. Po, këtë jam pamit. Është një erozion, një ndryrje që i ka ardhur nga lumi. Dhe kjo është fare evident, madje është dhe evidentuar, jo vetëm nga Google Maps, siç po them, po dhe nga kontrollet që bën hekurulla her pas here, domethënë e ka ngritur këtë si problematik. Ndërkohë, më fal, ky erozioni ka ndodhur vetë apo ka bërë ropt? Jo, nuk është i bërë nga ropt, se dhe kjo keq interpretohet. Në këtë zonë absolutisht nuk është ndërhyrë nga njeriu. Po nuk e tham. Po nuk u tha që nuk ka të bëjë njeriu, gjithë aty është komenja, me të drejtën. Ata që e interpretojnë janë më shumë se sa ne që e themi siç duhet. Jo, e di, po problemi është do të më thonë siç duhet. Patjetër. Po zor më thon, aty te fantazia do shkoj pastaj. Prandaj kemi ardhur për ta thënë. Kështu që do thotë që do të thotë vetë erozioni vet. Po, që i ka ardhur fillimisht shkaku i lëvizjes, domethënë që është bërë aktiv, nga aty i ka ardhur, se duket si diçka e çuditshme, por ajo ka qenë thash në një ekuilibër, që një cënim i vogël i mbështetjes që ka qenë në fundin e saj, që lidhej me trupin e hekurullës, ai është cënuar dhe në këtë moment ai kuptohet që ka filluar të marrë rrugën, të degradoj. Po mirë, s'ka kontrolle që ta shohin, s'po them për ditë, po... Problemi është që në këtë periudhë që flasim, hekurulla nuk është në funksion, sepse po t'ishte gjatë gjithë kohës në funksion, kuptohet do kishim një sinjal të më hershëm, do ishte ndryrë shumë më përpara, sepse nuk do ishte problem hekurulla.